Shikues të televizionit Huta, jemi së bashku me Ditë e Re. Sot do të flasim për aktivitete dhe gjëra të bukura të cilat do të ndodhin në qytetin e Ulqinit. Janë aktivitete të cilat janë tradicionalisht, le të themi, ato të cilat kthejnë një vëmendje edhe më të madhe në këtë para sezon turistike, për të sjellur sa më shumë pushues nga vendet e rajonit e jo vetëm, edhe nga vendet të cilat na vijnë nga Evropa edhe më larg. Ulqini ka filluar të frymojë, le të themi, edhe më shumë me gjallëri që nga data 1 maj, ashtu si gjithmonë që zgjedhin të jenë pushuesit këtu për të folur jo vetëm për 1 majin, por edhe për aktivitetet të bukura të cilat do të jenë në vazhdim, edhe për atë që është një kryefjalë, ajo që është titulli i saj të gjithë për turizëm. Unë kam kënaqësi që të kem nga organizata turistike, zotëri Arber Haxhibrahimi. Përshëndetje, Arber. Përshëndetje edhe për ju. Mirë se më vjen në studio. Besoj se kemi gjëra të bukura për të sjellur sot për publikun, apo jo? Besoj se qytetarët e Ulqinit meritojnë që bëjmë aktivitete dhe shumë gjëra të bukura dhe tani në vazhdim do i shpalosim të gjitha. Tani unë e nisa që me 1 maj Ulqini fillon të frymoj më shumë me turizëm. Si ishte në fakt ky 1 maj, edhe si nëse marrim me ato statistikat e organizatës turistike, kemi pasur vizitor? Tani tradicionalisht hapja e sezonit turistik bëhet në maj, mund të them, edhe kanë qenë ca ditë shumë të bukura në qytetin e Ulqinit, edhe koha ka majt. Mund të them që në krahasim me vjet kemi një rritje me mbi 30% të mysafirëve nga rajoni të cilët e kanë vizituar, kanë zgjedhur të vizitojnë qytetin tonë Ulqinin. Kjo është një rritje e konsiderueshme. Është një rritje e konsiderueshme, besoj që fal aktiviteteve tona, punës organizatës turistike dhe komunës së Ulqinit, por këtu mos të harroj dhe normalisht dua të falenderoj dhe hotelet dhe gjithë restorantet plazhiste të cilët promovojnë qytetin tonë. Me aktivitetet tona që kemi bërë në rajon, kryesisht në Prishtinë, në Panajire, me gazetarë të ndryshëm, të cilët edhe do vinë shumë shpejt tek neve që të bëjnë reportazhe për qytetin tonë, mund të them që sipas disa statistikave tona që i kemi marrë në ato ditët e para të majit, kemi pas rreth 5000 mysafirë të regjistruar. Që besoj që është një numër i konsiderueshëm për qytetin tonë, mund të ketë pas edhe më shumë, por kanë qenë dhe në lëvizje ca ditë diku tjetër, por për ne është një numër shumë i kënaqshëm. Tani ishim më të fokusuar, le të themi, këtë vit edhe në pjesën e plazhit të vogël, sepse aty u organizua dhe Maj Festi, le të themi. Ishte më gjallëri në plazhin e vogël, ndoshta në krahasim edhe me vitet e tjera që është rrirë disi edhe në plazhin e madh, apo jo? Po, këtë vit organizatorët që ja kanë bërë, sepse ne s'kemi diçka shumë lidhje me to, po normalisht e mbështesim si ide që 17 vite që ato e bëjnë këtë Maj Festin, u ringjall më shumë qyteti, po këtë vit është ringjall dhe më shumë dhe plazhi i madh, sepse ka pasur disa aktivitete në plazh të madh, organizatat jo qeveritare që ja kanë, besoj jeni të informuar, kanë bërë në plazhin Laguna, po ashtu ka pas po ashtu ka pas dhe aktivitete të ndryshme, besoj edhe vet. Njerëzit nëpër plazhe kanë dalë, kanë shëtit, po ashtu edhe mund të them që një numër rritje të madhe ka pas dhe Lumi Buna, që me disa statistika që kemi gjithë shtëpizat kanë qenë të mbushura full me mysafir të ndryshëm nga rajoni, mund të them. Vazhdon rajoni që të jetë besnik për Ulqinin. Edhe nëse bëjmë këtë krahasimin, le të themi, vazhdon të jetë ndoshta Kosova ato që janë më prezent, apo kemi edhe vende të tjera mirë në Ulqin? Kosova mbizotron, mund të them, por kemi edhe normalisht mysafirë të tjerë të cilët janë nga Serbia, të cilët zgjedhin shumë të vizitojnë Lumin Buna, sepse atje janë të fokusuar, kurse kemi normalisht edhe mysafirë të tjerë nga Bosna e Hercegovinës, Maqedonia e Veriut, edhe nga Shqipëria, po ashtu kemi mysafirë 1 ditor, 2 ditor që vinë në ekskursion dhe eksplorojnë qytetin tonë. Tani, kur flasim për plazhin e madh, ka qenë më në vëmendje, le të themi, sikur. Në çdo në thonjza anti-reklam që u bën në fakt që do të merret, rezultoi me një reklam të mirë për qytetin, sepse edhe vetë ato që jetojnë në Ulqin po e shprehin edhe më shumë këtë dashurinë, por edhe ata që janë mysafirë të rregullt, sikur po duan që të mbetet e lirë edhe për ta. Besoj se edhe kjo ka ndikuar ndoshta, dhe ky realizimi i kampeve dhe çdo gjë po bën që ta dua më shumë edhe ta promovoj më shumë. Po besoj që fal një përkushtimi të madh nga ana e kryetarit komunës, besoj dhe gjithë akterëve
qytetit për promovimin e plazhit të madh, të cilin më shumë vëmendje kemi thënë që nuk është përshitje dhe s'do ta japim. Gjithë rajoni, besoj edhe Europa ka ndëgju, sepse është bërë një lajm shumë i madh, edhe tani ka marrë një vëmendje më të madhe. Ka pas raste që e kemi një rast, domethënë shumë i çuditshëm, ka pas njerëz që kanë ardhur, janë lanë në plazh të madh, por nuk ja kanë ditë vlerën e plazhit të madh. Edhe tani ka pas mysafirë që kanë ardhur nga Kosova dhe kanë pa kur kanë prek atë det, atë rër kuruse, e cila është ato pemë, ajo gjallëri, ajo era e detit aty, edhe mund të them që ky sezon do jetë një sezon më shumë i bereqetshëm, edhe besoj që plazhi i madh do jetë edhe më i mbushur se kurrë. Na vjen mirë kur fillojmë me frymë të tillë pozitive. Tani të gjithë për turizëm. Nga data 1 deri në 4 maj, le të themi përveç asaj festës edhe private dhe çdo gjë tjetër që është bërë për çënuar 1 majin, ka pasur edhe një aktivitet të bukur siç është panairi i artizanëve. Filluam me këtë, le të themi, kalendarin e të gjithë për turizëm? Po, si çdo vit, kalendari i të gjithë për turizëm, mundohemi që të bëjmë aktivitete të ndryshme. Këtë vit tek pazari i suvenireve, mund të them, një risi e re për qytetin ton. Aty është menduar që të bëhet kjo aktivitet panairi i artizanateve. Ka pas mbi 20 ekspozuar të ndryshëm nga gjithë rajoni, nga Shqipëria më shumë, në bashkëpunim me Globus Art dhe së bashku me veprimtarinë komunale dhe organizatën turistike kemi organizuar një panair të tillë. Ka qenë i vizituar shumë, qytetarët edhe turistët dita ditës më shumë po shohin dhe vlerat tona tradicionale se çka kemi, nuk janë të fokusuar vetëm në plazhe, po Ulqini ka se çka ofron, nuk ofron vetëm rërën dhe detin, po ofron dhe gjëra të tjera të cilat janë shumë të bukura dhe më në fund po promovohen në mënyrën e vet. Pastaj kemi të premten më datën 9, Nata e Kështjellave, një bashkëpunim midis Europës dhe komunës së Ulqinit, kryesisht zyra për projektime IPA. Ajo do jetë në lokacionin në Shës. Është një aktivitet i cili me vërtet ndoshta qytetarët nuk ishte se e ka një ide se çfarë është, po me vërtet është një ndodhi shumë e veçantë, sepse marrin pjesë edhe nga fondacione të ndryshme nga jashtë rajoni. Pastaj aktiviteti tjetër vjen me datën 17, por rikthejmë përsëri ditën e Kublës, mund të them, një peshk i cili është shumë i dashur për qytetarët tanë. Do ketë aktivitete muzik, do ketë peshk të përgatitur momentalisht aty. Çdo gjë do jetë falas për qytetarët tanë dhe për mysafirët tanë. Edhe besoj që ta rikthejmë pak nostalgjinë dhe traditën e atij lloji peshkimit. Besoj se secili qytetari i Ulqinit e din se çfarë është kubla, i ftoj të gjithë të jenë prezent atë ditë në plazhin e vogël. Aktiviteti tjetër vjen me datën 21 maj për pavarësinë e Malit të Zi, do jetë një grup i famshëm Amadeus Band. Pastaj me datën 31 maj kemi koncertin e mirënjohur të Era i Strefit, këngëtari i mirënjohur Era i Strefi, dhe me datën 1 qershor është një aktivitet i cili besoj që do kemi një sy të tretë, mund të them, të fokusuar tek ai aktivitet, është Dita Botërore e Fëmijëve, në bashkëpunim me kryetarin e Kuventit zonjën Ivana Popović dhe drejtoreshën e Qendrës Sociale Marina Kastrati, po ashtu edhe drejtori tjera të komunës, jemi të fokusuar që të bëjmë një aktivitet shumë të madh për fëmijët. Mendoj se ato janë akterët dhe vogëlushët tanë meritojnë një vëmendje shumë të madhe dhe meritojnë një aktivitet të tillë që ne t'ja organizojmë, po ato do jenë ato që do kenë vëmendjen më të madhe atë ditë. Në cilin lokacion do t'jemi të vendosur për një qershorin? Lokacioni do jetë Valdanosi. E kemi menduar qytetin, zonën e Valdanosit, sepse ka një hapësirë më të madhe, gjelbrim po ashtu, komunikacioni është më i thjeshtë që të lëvizet deri atje. Edhe fëmijët më të sigurt. Edhe fëmijët janë më të sigurt, normalisht do jenë të gjithë kopshtet me nga një pikë. Pastaj do ketë aktivitete tjera, të cilet do ketë edhe muzikë dhe DJ. Do kemi animator të ndryshëm nga Podgorica, nga Tirana. Një ditë festive. Ditë festive dhe ca surpriza tjera besoj do i lej. Këtu gjerasin të ftoj gjithë prindrit, i lus gjithë prindrit që të vinë, edhe ditë ta shijojnë maksimum sepse do jetë një gjë e cila nuk ka ndodhur kurrë në qytetin tonë.
Alberto, bësh një kalendar i cili përfshin, le të themi, organizim që nga për të rriturit, për moshat mesatare, për moshat e treta, për të vegjlit, është vështirë të kombinohet një kalendar i tillë? Që ta kesh vëmendjen tek gjithë secili? Jo, mendoj se jemi një ekip i mirë, sikurse edhe në organizatën turistike, po ashtu edhe me drejtorit tjera apo me sekretariate tjera, mendoj që kemi një frymë të mirë bashkëpunimi edhe kur e bën me qef, jemi shumë të lumtur që ta bëjmë këtë punë. Fundi fundit ne jemi ato njerëz që cilët duhet të bëjmë diçka për qytetin tonë, prandaj dhe të gjithë taksapaguesit të cilët janë qytetarët tonë, jo mundohemi që t'ia kthejmë për të mirë në disa aktivitete ose prezantime, që t'jetë për të mirën e qytetit, për të mirën e qytetarëve, por edhe normalisht mos harrojmë edhe mysafirët të cilët normalisht ka raste që vinë kur shohin këto aktivitete, marrin makinën edhe vinë për të ndjek një aktivitet të tillë. Ju përgëzoj për gjithë këtë kalendar të pasur që do t'jetë. Nëse flasim, me qenë se jemi në muajin maj, a do të ketë organizata turistike akoma le të themi pjesëmarrje në panajire, apo ka përfunduar ajo pjesë tani vazhdon le të themi puna vetëm brenda qytetit? Tani panajiret kanë mbaruar, mund të them, zona panajiret janë më shumë në muajt dimërore për shkak të përgatitjeve dhe oferta, po që është një risi që këtë vit do kemi dhe kështu road show, thirret. Do kemi një takim në Novi Pazar. Kryetari i komunës së bashku me drejtorin e organizatës turistike do kemi një takim me kryetarin e komunës së Novi Pazarit dhe do bëjmë një prezantim të ofertës tonë dhe atje. Pastaj do ketë dhe një road show në Novi Sad. Por një gjë tjetër që është organizata turistike nga fundi i muajit do bëj dhe ca takime të ndryshme në qytetet e Kosovës, ku do bëjmë ca takime, do bëjmë edhe një road show të shpalosim ofertën tonë para të fillimit sezonit, para kulmit, mund të them, që të bëjmë edhe njëherë një thirrje qytetarëve të Kosovës, por atë rajoni që të vizitojnë edhe këtë vit qytetin tonë të Ulqinit. Kur flasim për gjërat tradicionale, siç është panajiri dhe shumë çka tjetër që mbështetet nga organizata turistike apo që është edhe vetë organizator, siç janë Shporta, Vjeshtësh edhe shumë të tjera, a mund të themi Arber që është fituar një besim më i madh që edhe vetë ndoshta edhe bujqësit, po edhe gratë që bëjnë ushqime tradicionale të jenë pjesa e aktiviteteve, është krijuar një besim më i madh, le të themi? Po shiko, buqit tanë janë ato të cilët ushqejnë gjithë familjet tona. Ushqejnë me qindra mira qytetarë. Ndoshta nuk kanë kapacitete të mëdha që t'i japin të gjitha, por me aktivitete të tilla si cila ka qenë Shporta Vjeshtës, edhe aktivitete të tjera të ndryshme që janë bërë tek panajiri i suvenirave, mendoj që qytetarët tanë edhe ne si komunë kemi arritë të shohim dhe vlerën se çfarë mund të punojnë dhe çfarë mund të bëjnë ato. Duke filluar nga çdo gjë bio e cila është artizanale, pastaj duke filluar edhe nga gjërat e drurit me ullinj, edhe ushqime të tjera. Por edhe një gjë që është e mirë që në qytet kanë filluar shumë restorante të kenë dhe ushqimet e tyre tradicionale që mysafirët e kanë prit me shumë vëmendje. Mund të them deri në para vitit 2022 ka pas 2-3 restorante që kanë pas këto ushqime tradicionale, tani mund ta gjesh dhe në ofertën turistike dhe hotelet kanë filluar që në menut e tyre të bëjnë ushqime tradicionale, sepse një mysafir i huaj ose një mysafir nga rajoni nuk e di se çfarë është japraku për shembull, po vjen e provon këtu, edhe mund të mësoj të ardhmen ta bëjë edhe ke shtëpia vet. Prandaj neve se çana identifikon, mund të them, është kjo gjë. Qyteti i vjetër, ushqimet e vjetra tradicionale, por edhe mos harrojmë plazhin e madh, të cilin edhe një herë rikujtoj që ai është i joni edhe do të mbetet i yni. Edhe diçka të fundit, pjesëmarrja në panajire besoj se gjithmonë do një përgatitje në vete, dhe pse shkon ndoshta në një vend që e njeh shumë mirë, siç është Kosova, Serbia apo edhe Shqipëria, përsëri besoj se oferta duhet të ketë diçka specifike apo jo. Këtë vit le të themi për çfarë keni qenë më të veçantë që të theksoni më shumë në këto panajire për të tërhekur ato turistë më shumë? Tani, në panajiret, ka panajire që i organizojmë vetë, ka edhe panajire që i organizojmë në bashkëpunim me Organizatën Turistike Nacionale të Malit të Zi.
Ajo që mund të them është që këtë vit kemi marrë pjesë për herë të parë vetëm në panajirin e Beogradit, ku edhe aty mund të them kemi çuar ushqimet tona tradicionale, ku njerëzit që kanë ardhur aty afër infopointit ton janë mahnit me ato ullinj, me lule shegët, me djathin ton të qytetit. Por që është e vërteta, ne kemi shumë për të ofruar. Besoj që në gjithë qytetet e rajonit tashmë e dinë se çfarë është ulçini. Por potencialin më të them mund të them që e kemi në çka kemi vendosur theksin më shumë, e kemi që qytetarët edhe mysafirët e huaj ta dinë që kemi aktivitete të ndryshme që mund të bëhen dhe në turizëm shëndetësor. Më thënë, turizmi shëndetësor tek ne është shumë i theksuar, por mysafirët nuk është se e kanë arrit të prekin aq shumë. Më thënë, në panajire kemi theksuar shumë turizmin shëndetësor, pastaj kemi edhe turizmin aktiv. Edhe këto kanë qenë ato pikat kryesore që i kemi theksuar, normalisht edhe mos të harrojmë që kemi edhe Kalan, e cila është një histori me vete, mund të them, edhe kur i flet disa mysafirëve në panajir, kur i prezanton në Kalan me histori njëra vjeçare, ato ngelen të mahnitur, sepse nuk e njohin si qytet i vogël, po një qytet i vogël me gjëra të mëdha, siç e dini edhe vetë ju. Albert, faleminderit. Ishte kënaqësi të shpalosnim çdo gjë sot dhe le të themi është bukur kur para sezonit japim kaq frymë pozitive. Ju përgëzoj për punën gjithë ekipit dhe faleminderit që ishe sot. Faleminderit juve. Shikues të televizionit të UTA, ne ishim së bashku me Albert Haxhibrahimin nga organizata turistike për të folur mbi gjitha aktivitetet që na presin në vazhdim dhe me shpresën ashtu siç e tham që të kemi një sezon më të suksesshëm se kur më parë. Ju falenderoj gjithëve për vëmendjen, ne mbyllim takimin ton këtu. Mirupafshim.